kur unë them që kjo është gotë, nuk ka nevojë të diskuton. Kur të them për korrupsionin, të flas për çështje që janë konkrete, të çuara në gjykatë, që po hetohen nga prokuroria, pra nuk është një fjalë erë. Po prokuroria nuk do të thonë kur gjë më burr. Çka do të thonë? Hetimi është pretendim. Hetimi është pretendim. Albin Kurtit, ministën Rozeta Hajdari, prokuroria speciale. Çfarë do të thotë për ty korrupsion? Për korrupsion do të thotë nëse ti zotëri arrin me dëshmu një rast të fortë në mënyrë të ligjshme, ku ti e bind çdo qytetar që ky zotëria është fajtor. Kjo në Shqipëri nuk po ndodh. Shqipëri nuk po ndodh kjo. Korrupsion është shpërdorimi i detyrës posë zyrtare, detyrë që të përsuar. Kjo është korrupsion akademik. Argumentojnë në gjykatë. Po argumentojnë në gjykatë. Se kanë argumentuar. Po argumentojnë në gjykatë. Ke lexuar ndonjëherë qoftë edhe një faqe ti nga gjërat që kanë dalë apo je kështu? Po s'kun rënë ma janë pretendime o zotëri. Janë pretendime. Janë pretendime. Nuk janë argumentuar akoma në gjykatë. Për këto është dallimin mes demokracisë, ti këto gjëra i din shumë mirë se i ke lexuar bashkë me mua. Për fakti që prokuroria e ngrit një pretendim, bën panderës, do me thonë, asë i gjojë e punë. Donald Trump i sot është president. Pse nuk shkon prokuroria të ti? Donald Trump i sot është president. Pse nuk vjen të këti prokuroria? Pse s'vjen të ti prokuroria? Mundet edhe me armë, ku di? Po nuk do mundet me armë, pse s'vjen? Po nuk do me thonë kjo. Kjo është trashëgimi nga komunizmi. Pa lërë me që komunizmi s'ka lidhje. Komunizmi s'ka pas fare. Nëse dëshirojmë me ndërtu shoqëri mbi parametra që ato gjëra ndryshojnë, kur të ngrit një akuzë zyrtare, diçka ka me ty, se nuk janë njerëzit prokurorët, nuk janë njerëz të çmendur. Se s'dha dorëheqje Rozeta Hajdari. Albin Kurti është njeriu. Gabim ka bërë. Jo, absolutisht. Jo, ajo mendon që është e pafajshme. E provon gjykatat atë, po je si ministre. Ta provon gjykatat, po je si ministre. Gabimi. Si gabim? Pse vendos gabim? Ku e gjete këtë standardi që duhet të rrihet? Sepse ajo këtë standard ju keni edhe për zonjën zëvendësore ministre. Dorëheqja është akt moral. Por, ti duhet ndihesh... është akt politik, më është akt moral. Është akt politik. Nëse ti e zen veten të pafajshëm, e konsideron veten të pafajshëm, edhe thua, duhet jam dorëheqje, por nëse ti e mbron pafajsin tonë... Më thuaj një rast që një njeri që është akuzuar për çfarë lloj krimi ka thënë, unë jam i fajshëm. Jo, nuk mundesh më sjell kështu se si janë të folën për kapo bandat që i kanë 20 njerëz e që vrasin njerëz.